Ne ndërtojmë ura, banorët e Rogovës punojnë tokën e shiu është për breqet. Përveç urës së Saradranit dhe asaj të Badovësit, Kurti dhe ekipa e tij sot përuruan edhe urën e Rogovës së Hasit. Ura me gjatësinë 134 metra që ishte nisur në vitin 2023 përfundoi më në fund sot. Ne ndërtojmë ura, banorët e Rogovës punojnë tokën e shiu është për breqet. Por cila është historia e kësaj ure? Gazeta Nacionale kishte raportuar për ndërprerjen e punimeve në këtë urë, por jo vetëm. Ndiqni historien të cilën e kemi realizuar muaj më parë. Që nga viti 2019 mbi 8.000 banorë të Rogovës së Hasit kishin mbetur pa ndonjë alternativë të duhur të rrugës ku lidh këtë fshat me rrugën magjistrale, për shkak se rruga e këtij fshati ishte rrëzuar nga vërshime të mëdha të shiut që kishte. Që nga i vit banorët kishin marrë iniciativë që të krijonin një urë tjetër alternative deri në rregullimin e urës kryesore. Madje këtë urë alternative këta banorë rregulluan me paratë e tyre. Pavarësisht se kishin bërë kërkesë tek institucionet përkatëse që t'ia gjenin ndonjë alternativë këtyre banorëve deri në rregullimin e urës së vjetër, por nuk kishin gjetur mbështetje deri vitin e kaluar. Pra qeveria Kurti, më saktësisht Ministria e Mjedisit dhe Infrastrukturës e kishin nisur rregullimin e urës së vjetër vitin e kaluar. Për këtë ministri Libon Aliu bashkë me zotin Durmishe e kishin bërë një njoftim të tillë përmes rrjeteve sociale me një bujë shumë të madhe. Një urë e cila është e gjatë 150 metra ende nuk është përfunduar, tash e një vit. Në të njëjtën kohë banorët janë në hall sepse urën alternative që ndërtuan vetë që 2 herë radhazi po a merr ujë. E për këtë Gazeta Nacionale realizoi një storje me këta banorë dhe hallin e tyre. Ajo është ndërtu, po ka ngecje, nuk e di arsyen pse ka ngecje. Sa investimet e kënë bo vetë në kohë të marë që dyja e të ndreq. Si interesas kompanijës asë. Së shtetit ma hiq. Mas të në reshjeve që janë bo pramë dhe pritet sot e nesër, prap kjo rrutat prishet. Shumë keq është valla, po duhet me kalu, s'kena shumë e bo. Derisa të na bojnë atjetrën. Pas publikimit të kësaj historie, zëvendësministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, reagoi duke na thënë se kemi intervistuar qytetarë me porosi. Mirë do t'ishte këtë çështjen e qytetarëve me porosi ta sqaronte zëvendësministri, se si e ka menduar. Përndryshe mediat marrin porosi nga qytetarët, por jo qytetarë me porosi. Mirë do t'ishte që zëvendësministri Durmishi ta mësonte këtë dallim. Po ashtu mirë do t'ishte që dhe të tregonte zëvendësministri se pse kanë ngecur ato punime. Përveç kësaj, zoti Durmishi në statusin e tij fai njahed komunës së Gjakovës, duke thënë se për shkak të dështimit nga kjo komunë kemi qenë të obliguar të marrim përsipër këtë projekt. E për këtë Gazeta Nacionale ka kontaktuar kryetarin e Gjakovës, zotin Ardian Gjini, e që sipas tij që nga viti 2019 2 herë radhazi qeveria e ka futur në buxhet këtë urë e që më pas e ka larguar. Në vitin 2019 është futën buxhet ndërtimi i urës së Rogovës për miliumin ndri. Edhe në vitin 2020 më njëherë është heq prej buxhetit. Atëherë prapë në vitin 2020 në fund vitit kur është votu buxheti për vitin 2021, prapë është futën buxhet, prapë është heq prej buxhetit. Mirë po në vitin 2023 kur është votu buxheti, është fut ura e Rogovës në buxhet të qeverisë Kosovës. Edhe këtë vit ka nisë ndërtimi. Është mirë që po ndërtohet, unë besoj që ka pas mundësi me ndërtu më shpejt. Qeveria që e mban 90% investimeve kapitale në Kosovë nuk mundet me thonë kjo është e komunës e kjo është e qeverisë se na nuk jemi ratë. Dhe në fund krejt, i urojmë të gjithë banorët e Rogovës për urën e re. E gëzofshi.